Unë jam Iliri nga gjithçka rreth makinave dhe në këtë video do të flasim për një praktikë që bëhet gjithnjë më e zakonshme edhe në Shqipëri. Heqja e sistemit AdBlue përmes ndërhyrjeve elektronike të palishme. Mirë se erdhët në kanalin ku jepen këshilla dhe flitet vetëm për makina. Por përse e bëjnë këtë gjë shumë njerëz dhe shumë përdorues të makinave që kanë një sistem AdBlue? Sepse sistemi AdBlue kërkon furnizim periodik me solucion që do të thotë kosto. Pra, duhet të mbushësh me AdBlue makinën në çdo 10.000 kilometra. Disa makina japin shpesh sinjale gabimi për sistemin SCR, pra ndezin çekun e motorit, dhe riparimet janë shpesh të kushtueshme dhe në Shqipëri është pak e vështirë. Por çfarë ndodh kur ti e bën sistemin AdBlue off me kompjuter? Së pari është një ndërhyrje e palishme. Ndryshohet softueri i makinës dhe kjo çaktivizon kontrollin e emetimeve të gazrave në natyrë. Në pamje të parë, duket se makina funksionon më së miri dhe gjithçka është në rregull. Funksionon normalisht, por në fakt sapo kanë filluar problemet në makinën tuaj. Realisht kjo ndërhyrje ka pasoja afatgjata, që do të thotë nëse makina nuk të sjell një shqetësim tani, është e sigurt që pas pak kohësh e ke gabimin në kreskot. Perfekt. Preket ECU-ja, truri i makinës. Kur bllokon sistemin AdBlue, bëhet manipulim në kompjuterin e makinës ose në centralin. Pra, ndërhyrja ose manipulimi i palishëm mund të sjell edhe probleme të tjera, që do të thotë mund të sjell gabime në diagnostikim, pra ti bën një skanim me kompjuter dhe kompjuteri jot nuk kap shumë errore, probleme me EGR-n dhe turbinën, probleme me DPF-n ose vonesë në ndezjen e makinës. Një tjetër problem shumë i rëndësishëm është edhe rritja e ndotjes së ajrit, që do të thotë makina ka shumë mundësi që të ngel në kontrollin teknik të saj. Sistemi SCR është aty për një arsye, për të ulur ndotjen. Kur ti e bën off AdBlue, makina lëshon në ajër okside azoti shumë të dëmshme për shëndetin dhe për mushkrit e njerëzit. Dhe në këtë rast, niveli i ndotjes është më i lartë dhe makina nuk e kalon vetë kolaudimin. Një tjetër aspekt shumë i rëndësishëm është që nëse ti i ke bërë off makinës tënde, automatikisht i ke ulur vlerën e saj. Nëse një blerës e kontrollon makinën me skaner apo me kompjuter dhe kupton që AdBlue-ja është çaktivizuar, automatikisht vlera e saj ka rënë. Për më tepër, nëse ti do ta eksportosh makinën tënde, për shembull, jeton në Shqipëri dhe do ta marrësh me vete nëse vendos të emigrosh në Gjermani, Itali e tjera me radhë, ajo nuk e kalon dot kontrollin teknik në vendet e Bashkimit Evropian dhe është e kotë që ti ke marrë një makinë me AdBlue apo një makinë me Euro 6, Euro 7 dhe nuk e ke sistemin AdBlue. Por a mund ta kthesh në gjendjen origjinale? Mund ta kthesh, por është shumë e shtrenjtë dhe e vështirë dhe jo gjithmonë e suksesshme. Duhet të riaktivizosh softuerin, të ndërrosh të gjithë sensorët dhe shpeshherë zëvendësimi mund të shkojë deri tek linja e injektimit të AdBlue-s, që do të thotë është më mirë të instalosh një sistem të ri AdBlue në makinën tënde sesa të merresh me një sistem që e ke vënë gjumë për një kohë të gjatë.
Prandaj, në vend që të bësh sistemin AdBlue off, më mirë mirëmbaje makinën tënde siç duhet, hidhi AdBlue në kohë, përdor edhe aditiv shtesë për AdBlue dhe për një afat të gjatë kohe nuk do të shpenzosh shumë para. Nëse makina jote është dizel dhe do të dish nëse përdor AdBlue apo jo, më shkruaj në koment modelin dhe vitin e makinës dhe do të them me saktësi se çfarë duhet të bësh. Nëse kjo video ju shërbeu, mos harroni të bëni subscribe dhe të lini një koment për video të tjera të ngjashme dhe bashkë shihemi javën e ardhshme.